për elektoratit. Po gjithsesi, unë insistoj që gjithmonë njerëzit duhet me dalë me votu, pa marrë parasysh se përshjet që ka pas një abstenim të madh, domethënë të votave. Duhet me pas parasysh që në Kosova i ka, domethënë, dikun 3 milione e kusur shtetas të vetë, që kanë shtetësinë e Kosovës, domethënë përshjet që jetojnë në vend dhe në diasporë. Gati më shumë ka që jetojnë në diasporë se sa që jetojnë në Kosovë, me 2 milion zgjedhës, domethënë 1 milion tjerë janë që në moshën 18 vjeçare. Prap se prap, edhe numri i këtyre që janë tu në Kosovë, ka një numër i madh i njerëzve të cilët nuk dalin me votu. Nuk e shohin, domethënë, të arsyeshme se nuk parapëlqejnë ndonjë parti. Po njeri nuk duhet me dalë veç me thonë për votoj kur e pëlqen një parti. Po duhet me dalë me ashtru vetit për detyrë me dalë gjithçysh me votu, si akt patriotik, e pastaj, domethënë, me votu për partinë e cila i duket më spaku problematike. Nëse si pëlqen asnjëna, çaja që nervozon më spakti, për çato me votu. Megjithatë, s'pahiu çka besoni se një farë forme po ndikon në mos rritjen edhe të partive ish opozitare. Sepse parafërsisht janë ulësit e njëjta, rezultatet e njëjta edhe tek opozita, madje u diskutua shumë edhe rritja jo shumë e madhe tek LDK-ja, pavarësisht rikthimit të ish presidentes Osmani. E keni pritur që do e kishte në rritje të tillë fare të lehtë? Po, e kam pritur që të ketë rritje, megjithëse në numrin total të votave LDK nuk u rrit. Po është në përqindje. Në numrin total në base asnjëra nuk është rritur, për shkak të pjesëmarrjes më të ulët. Po.